Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja se çfarë ndodh organizmit dhe zemrës suaj kur konsumoni vezë të zjera çdo mëngjes. Vezët përmbajnë të gjithë përbërësit e nevojshëm për një dietë e ekuilibruar. Vezët përmbajnë kalori, vitamina, minerale esenciale, proteina të cilësisë së lartë, substanca yndyrore të pangopura, omega-3 esenciale dhe komponent antioksidant, lutein dhe zeakanthin. Karotenoin me veti të mundshme kundër radikaleve të lira me përfitime të mira edhe për shëndetin e syve. Megjithatë, në të kaluarën veza fajsohet për kontributin e saj në rritjen e kolesterolit. Pavarësisht të gjithave këtyre, të dhënat më të reja tregojnë se e kanë shfaqsuar, madje e kanë nxjerrë në pas si një super ushqim të vlefshëm. Përveç kësaj, shkencëtarët e kanë klasifikuar atë në kategorinë e ushqimeve me dëndësi të lartë ushqyese, pasi është e pasur me vitamina, minerale dhe përbërës të tjerë me veti të dobishëm. Kohët e fundit, një studim zbuloi se veza ka përfitime për shëndetin kardiovaskular, duke reduktuar rrezikun e goditjeve në tru. Studiuesit nga Instituti EPIDSTAT në Michigan analizuan 7 studime të mëparshme mbi rolin e vezës në shëndetin kardiovaskular dhe arritën në përfundimin se nuk ka asnjë lidhje të qartë midis konsumit të vezës dhe sëmundjeve koronare të zemrës dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Në fakt, konsumi i përditshëm i vezës mund të jetë i lidhur me një rrezik të reduktuar të goditjeve në tru. Në mënyrë të veçantë, të dhënat sugjeruan se një vezë në ditë lidhet me 12% rrezik më të ulët të goditjeve në tru, citojnë ekspertët. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet në këtë formë? Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrrat që përdoren në skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Sipas të dhënave, ngrënia e vezëve në mëngjes si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore mund t'ju ndihmojë të humbisni në peshë. Vezët janë të pasura me yndyrna të mira. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit dhe ulin rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e insulinës në gjak dhe përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët janë të pasura me proteina. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinave. Organizmi ka nevojë për proteina në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmon të gjitha organet e trupit dhe mundëson një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Përmirësohet shëndeti i syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme të veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ul riskun e prekjes nga dobëstimi i shikimit dhe verbëria. Për kocka më të forta, vezët e zjera janë të pasur me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit në trupin tuaj. Dhe sigurisht, veza e zjerë mund të kombinohet me sallata, me spinaq, me patate, me pul, me peshk, si një element i domosdoshëm i një ushqyerje të shëndetshme. Veza bën pjesë në listën e 10 super ushqimeve dhe kjo jo pa arsye. Pavarësisht për masave të saj, ajo përmban edhe substanca ushqyese themelore të mira për shëndetin tuaj. E verdha e vezës, por edhe e bardha e saj përmbajnë sasi të mirë të proteinave, kolinës dhe përdoren gjërësisht në recetat të gatimit. Për shkak të përmbajtjes së saj të madhe të proteinave, Departamenti i Agrikulturës në Shtetet e Bashkuara i fut vezët në kategorinë e mishit në piramidën ushqimore. Pavarësisht të mirave ushqimore që ka veza, kjo mund të përfshihet edhe të japë efekte të kundërta nëse ato nuk janë ruajtur në kushte të mira, si temperatura e ulët, nëse pula është e vaksinuar dhe nëse dikush ka alergji prej saj. Por cilat janë përfitimet kryesore të vezës së zjerë në organizmin tuaj? Ato përmirësojnë përqendrimin.
Ushqyerja e mirë ndikon drejt për së drejti në aftësinë e fëmijës për të mësuar. Kërkimet kanë treguar se konsumi i një mëngjesi të mirë dhe të ekuilibruar përmirëson përqendrimin dhe vëmendjen të vegjëlit. Aftësia e tyre në matematikë dhe në rezultatet e provimeve do të jetë më e lartë. Nisja e ditës me një vezë në mëngjes përfshin edhe një organizëm të shëndetshëm. Kjo sepse pothuajse të gjitha substancat ushqyese themelore që i duhen trupit gjenden tek veza. Veza është e mbushur me 14 ushqyes themelor dhe vetëm me 5 gram yndyrë dhe 70 kalori. Veza ka shije shumë më të mirë, por nëse nuk ju pëlqen, ka mira mënyra për ta futur në recetat e gatimit dhe për të përshtatur shijen e saj. Veza është e mirë në menaxhimin e peshës trupore. Proteinat që ndodhen te veza ju ndihmojnë në të bini nga pesha duke kontrolluar vlerat me të cilat trupi juaj thith kalorit. Një studim i kohëve të fundit ka treguar se një mëngjes me bazë veze ka të njëjtën kalori si një mëngjes me bazë gjevreku. Ato që hanë vezë në mëngjes konsumojnë 163 kalori më pak në treg, kishin më pak uri në arkun kohor të 24 orëve. Konsumonin 418 kalori më pak. Por kur mundohuni të menaxhoni peshën tuaj, zgjidhni ushqime që japin maksimumin e vlerave ushqyese për minimumin e kalorive. Veza është e rëndësishme për të gjithë ata që munduhen të bien nga pesha sepse ka 14 substanca themelore ushqyese që përmban vetëm 70 kalori. Vezët janë të mira në zhvillimin e trurit. Vezët japin energji trurit. Kolina, substanca që gjendet te verdha e vezës, nxit zhvillimin dhe funksionin e trurit. Kolina njihet si një nga ushqimet themelore të organizmit ton, por nuk prodhohet dot nga trupi, nëse si në duhur, prandaj është e nevojshme marrja e saj nëpërmjet ushqimit. Mjaftojnë 2 vezë për të marrë sasinë e nevojshme ditore të kolinës për organizmin tuaj. Vezët janë të mira edhe për shëndetin e syve. Vezët ndihmojnë për të mbajtur sytë e shëndetshëm. Luteina dhe zeakanthina që ndodhen tek ato i mbrojnë sytë nga degenerimi i dëmtimit të rrezeve ultraviolet nga dielli. Këto dy antioksidantë të mbrojnë nga degenerimi i makulës për shkak të moshës, si dhe ulin rrezikun e kataraktës. Vezët ju ofrojnë një energji më të mirë për trupin tuaj. Futja e vezëve në vaktin tuaj ditor ndihmon në furnizimin me energji dhe ngopjen tuaj duke evituar kështu urinë edhe të ngrënien pa orar. Proteina është substanca mëngopse dhe kontrollon vlerën me të cilën trupi thith kalori. Një vezë përmban 6 gram të proteinës me cilësore dhe ndodhet si te e bardha dhe te e verdha e saj, por që përfitojnë plotësisht duke konsumuar të dyja. Veza është një nga ushqimet e pakta që ka proteinë komplekte. Një proteinë komplete i ka të 9 aminoacide themelore që trupi juaj nuk i prodhon dot. Aminoaciden quhen ndryshe tulla ndërtuese të trupit sepse formojnë proteina dhe rrjedhimisht janë jetësore për trupin dhe shëndetin tuaj. Përveç energjisë që japin trupit, proteina është themelore për ndërtimin dhe riparimin e indeve të dëmtuara, si dhe mbajtjen e trupit të fortë dhe të shëndetshëm. Muskujt, organet, lëkura, flokët, madje dhe antitrupat, enzimat, hormonet janë të gjitha të bëra nga proteinat. Ato gjithashtu ndihmojnë në luftimin e infeksioneve, mbajtjen e ekuilibrit të lëngjeve dhe ruajtjen e metabolizmit. Ka vetëm 70 kalori një vezë dhe plot 14 ushqyes esencial që përveç kësaj. Konsumi vezës është si të merrni një tablet me multivitamina natyrale. Vezët janë lënda e parë në shumë shtëpi. Me vezët në frigorifer gjithmonë mund të sajoni një vak të shpejtë të shijshëm dhe të ushqyeshëm. Kombinojeni vezën me ushqime të tjera që mund të kenë ngelur nga vakti paraardhës, por kreativiteti mund të bëjë edhe ndryshime të duhura. Duke konsideruar faktin se ato janë shumë ushqyese dhe praktike për dietën tuaj dhe lehtësisht të gatueshme, kostoja mund të jetë gjithashtu në favorin tuaj. Vezët nuk kushtojnë shumë dhe mund të përgatiten në receta nga më të shijshmet. Për shkak të përmbajtjes së madhe të proteinës, Departamenti i Agrikulturës në Shtetet e Bashkuara i fut vezët në kategorinë e mishit në piramidën ushqimore. Pra vezët përmbajnë një varietet të gjerë të elementëve ushqyes si kolina, vitamina D, A, folat, hekur dhe zink. Nëse ju konsumoni vezë, do të merrni të gjitha elementet e saj në dobi të organizmit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.